Një algjerian I pushtuar nga magjia e zezë gjendet pas 26 vitesh. Kjo është historia absurde e Omar bin Omran, I zhdukur që kur ishte 17 vjeç dhe pas 26 vitesh u gjet fal një njeriu anonim që e kishte parë rastësisht, dhe ajo që u zbulua më vonë është vërtet e pabesueshme. Kur e gjetën, Omari ishte poshtë një mullari me kasht. Ai ishte zhdukur në vitet 1990, gjatë luftës civile në Algjeri. Familja e tij mendonte se djali I tyre ishte mes 200.000 algjerianëve të vrarë të asaj kohe, ose mes 20.000 të rinjve që u rrëmbyen gjatë rrëmujës. Por para pak ditësh, në zyrën e prokurorisë së përgjithshme, arriti një denoncim anonim, I cili raportonte për prezencën e një njeriu të rrëmbyer në shtëpinë e një komshiu. Pas një hetimi të detajuar, u zbulua se ishte Omari, djali I cili ishte zhdukur në vitet 90. Omar tashmë është 47 vjeç. Ai I dëshmoi sigurimit të shtetit se nëpërmjet disa brimave nëpër mure ku ishte mbyllur, kishte parë shpeshherë familjarët e tij të kalonin aty, përpara kësaj banese. Por misteri ishte se nuk mundej absolutisht të bërtiste dhe nuk kuptohet se si. Ai ka treguar se ka qenë shkak I magjisë së zezë, por sigurimi I shtetit mendon se rrëmbyesi mund të ketë përdorur barna ose ilaçe që bllokojnë kordat e zërit. Komshiu u arrestua menjëherë, por deri tani nuk ka thënë as edhe një fjalë, ndërsa Omar është shtruar në spital dhe pas gjithë këtyre viteve I duhet një psikolog dhe një personel për të rimëkëmbur. Sipas jush, Omar nuk mund të bërtiste për të kërkuar ndihmë sepse ka qenë I pushtuar nga magjia e zezë, apo ndoshta vërtet tipi I ka hedhur barna apo përzierje që I kanë bllokuar kordat e zërit. Si ka mundësi që nuk mund të dilte prej andej gjatë gjithë kësaj kohe? Ju kujtoj që aty nën Bodrum, Omar ka jetuar për 26 vite rresht. Mundet që rrëmbyesi të ketë përdorur metoda për bluarjen e mendjes? Apo vërtet Omar, si shtot edhe ai vet, ka qenë nën efektin e magjisë së zezë? Ju I besoni magjisë së zezë? Ose çfarë I ka ndodhur këtij njeriu gjatë gjithë këtyre viteve?